Ajo çfarë diskutuam ishte efektiviteti I atyre bashkëpunimeve që kemi bërë për këto 2-3 vite, që kanë çuar në uljen dramatike të shifrave siç ju e përmendët, nga 12.000 me një ulje prej 94%, dhe e diskutuam se si kjo punë përmes kësaj skuadre të përbashkët mund të shtrihet në vende të tjera të rajonit dhe se si të mund ta bëjmë këtë më efektive. Po kështu diskutuam duke dalë nga takimi sot paradite se si të punojmë së bashku edhe për çështje të aktiviteteve të tjera kriminale ndërkufitare dhe se si ekipi ynë të ndajë jo vetëm elemente operative, por gjithashtu edhe informacion inteligjencë. Ky model I veçantë ka qenë më efektivi dhe kryeministri dhe unë mendojmë njësoj në kuptimin që nuk preferojmë të flasim për problemin dhe t'i bijem rreth rrotull her pas here, por të përveshim mëngët të punojmë dhe ta zgjidhim atë.